Vazhdon saga e Hagës, thirrja e dëshmitarëve këtë radhë të mbrojtjes për të treguar rolin e UÇK-së dhe të komandantëve të saj në luftën e famshme për çlirimin e Kosovës. Cilët janë protagonistët, cilët janë urdhrat, si funksiononte realisht shtabi i përgjithshëm i UÇK-së dhe kush ishin aktorët kryesorë të saj, cilat ishin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilat ishin marrëdhëniet me aleatët dhe me NATO-n. Unë sot këtu kam të ftuar një pjesëmarrës të dorës së parë në luftën për çlirimin e Kosovës, njeriu që ka qenë brenda shtabit përgjithshëm, zotin Dilaver Goxhaj. Zoti Goxhaj, mirëmbrëma, mirë se erdha. Mirë. Atëherë, kam qenë gjithmonë kurioz të di ç'ne një oficer i ushtrisë shqiptare shkove në Kosovë bashkë me djalin, ishte detyrë nga shtabi i përgjithshëm, nga Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë, apo ishte ndjenja patriotike? Kur filloi, unë jam angazhuar me luftën në Kosovë, pas luftës që bëri familja Jashari në Prekas. Dhe unë atë periudhë isha liruar nga ushtria dhe punoja mësues anglishteje në Kodër Kamës. Dhe fillova të shkruaja. Këtu botoi gazeta Rilindja e Kosovës, që kishte LDK-ja atëherë. Dhe unë i çoja materialet me shkrim dore, edhe ata i botonin të nesërme. Dhe kjo vazhdoi nga muaji maj, fillova unë të shkruaja, deri në muajin tetor. Në muajin tetor, një ditë të bukur më thrasin telefon. Në telefon e shtëpisë, jam filani, një Sabit Geci. Tetor të vitit? 98. Dhe më thot, jam një përfaqësues i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës për në Shqipëri. Jam nga Drenica. Juve jeni ai që keni botuar këto shkrimet, po unë jam. Sepse këto shkrime i botonte edhe zëri i Kosovës që botoi në Zvicër, i botonte edhe bota e re në Prishtinë. Paralel edhe kjo Rilindja. Po unë jam. Kam disa përfaqësues të udhëheqjes të UÇK-së këtu. Kemi dëshirë të bëjmë një bisedë me ju. Dakor, i thashun, po mundësisht të lutem mbas orës 2 sepse deri në 2 jam punë. Dakor, tha, të pres në orën 2 mbrapa do jem tek 15 kaçi, që të më njohësh mua jam me shtaga. Kush ti thoni shtaga, i thashun? Patarica, tha. Mrekulli. Dakor. Edhe unë zbrita nga autobusi, vajta në 15 kaçi, e gjeta me njerë Sabit, edhe më tha që kemi dëshirë të bëjmë bisedë. Komandanti i shtabit përgjithshëm Azim Sylla, tha, kërkon takohet me juve. Dakor. Edhe e lam një ditë tjetër, biseduam në një kafene te bulevardi kryesor, afër stacionit trenit. Dhe më thanë, midis të tjerave më thanë, ku i merr të dhënat? I thash unë ndjek televizorin, po për fat i thash kam edhe vajzën dhe djalin që din nga gjuhë huaja dhe i ndjek edhe në gjuhë huaja. Ndjek edhe të dhënat tuaja që jepin, thash, edhe gazetën tuaj, dhe ato dalë përfundime, bëj shkrime, mrekulli. Dhe po të paguajnë, i thash, më paguajnë. Edhe më paguajnë për çdo shkrim. Honorare. Honorare, 30 marka për një shkrim. Unë mirja 8.000 lekë atëre, sa i që rogë mësuesit. Kurse na ndërpren atë të pensione parakohshme na ndërpren, gruan e kisha në punë akoma. Edhe mirë, më thrisin po thuaj si çdo javë. Një ditë bukur më thonë mua, ka ardhur Hashim Thaçi. Kush është Hashim Thaçi? Më thanë është drejtori i drejtorisë politike. Dhe me lanë takim të venim të Don Bosco. Atje që në një restorant, të hanë në darkë. Vajta unë, që ne atëherë në ishte janari, që shpallë gjendje jashtëzakonshme në artën e thënëndës këtu. Edhe më dërgua një makinë të më merrte se pas orës 9 nuk kishte televizje. Më dërgua një makinë, më morën në shtëpi, vajta. Dhe më thanë, më prezentuan me Hashim Thaçi.
Unë aty më rëvesh ishe drejtori i drejtës politike dhe më thanë të kemi ndjekur dhe kemi 2 kërkesa. Çfarë kërkesa kemi? Ne do bëhet një konferencë ndërkombëtare për luftën tonë në Paris. Me qëse ti e njeh mirë luftën tonë, e shkruaja dhe diskriminja. Kemi dëshirë të na vish këshilltar. U thash të faleminderit shumë, kjo bëni një nder të madh që më bëni. Po unë nuk kam qenë ndonjëherë, s'kam përvojë për delegacione jashtë shtetit, e pare, s'kam përvojë. Po s'ka nevojë me ne do komunikosh. Dakor, thash unë, po unë nuk e njoh me detaje ushtrinë tuaj. Kështu që unë s'di si të thom, çfarë të thom. Prandaj këtë s'ua bëj dot, thashun. Po mirë më thanë mua, ka dalë sot një shkrim, më thanë, kundër teje, kishë bërë këj baleta. Një shkrim, e më quante relegati UÇK-s. Se unë të thoshja në shkrimi që përgjej, merja si model konferencën e Pezës. E qartë. Dhe këj e në veris, armik i popullit. E qartë. I thësë leni, mos u meni me të, se mere bunë, thësë, mos kini merak. Kërkesa ditë, na vjen neve në luftë. U thashë, u thashë, Qa profili ushtarak ke dirojë? unë kam mbaruar të gjitha shkollat ushtarake. Skënderbegas, 4 vjetë. Do më thënë, këmësor? Jo. Unë kam mbaruar për artilier kundërror, pastaj kemi bërë 4 muaj kurs me kinezët për raketat kundërrore, e bëm këtu. Në 69 kur mbarova unë. Dhe kam qenë komandant që nga komandant toge, deri komandant grupi raketave drejtuara kundërrore, deri në 82. Nga 69 deri në 82. Në 82 më çuan në akademinë në shtabit përgjithshëm. Mbarova akademinë në shtabit përgjithshëm në 84. Në 84 më mbajtën pedagog në akademinë e shtabit përgjithshëm dhe derisa na liroi Sali Berisha. Okej, të përqendrohemi te se këtë dua ta bëj si insert deri në momentin që të tha hajde me ne dhe çfarë të thanë? Të tha? U thash, unë s'ka si të vjetë që të vjonë. Djali thash më ka ikur se djali kishë mbaruar për pilot këtu. Po këtu vide i karburanti dhe s'bëni fluturime. I qua në 2010, qua në Greqit, bëni praktikën fluturuse. 7 orë e fluturimit. Pa e se ne kam në shkolli, thash. Vetëm gruan kam, ajo merë 20.000 lekë në muaj, thash, si dhjene. Edhe çdo javë me thërisin për kafe, edhe një një ditë bukur për kapën matë. Me thanë, ti shkruan kaj shumë për luftën Kosovë. Ti jesh kaq patriot, edhe mos vish në luftë Kosovë, tani, a je falso, a je vërtet mëzur në vunë pozitë vështirë. Dhe unë thash, mirë me një kusht. Tani unë vura një kusht që i bindur që nuk do ta plotësoni do të kushtin. E thash, me gjeni një pasaport zviceriane, të ketë emrin tim dhe figurën time, dhe unë t'i thom familjes që më kërkojnë për në gazetën Zëri i Kosovës që e botoni në Zvicër. Se cili është ajo gruaj, thash, t'i thot burit, shko në luftë. Edhe në luftë, sikur të ishte Shqipëria, gruaja s'të le të veshë, vajzën kam shkollë. E rregullt, e bëjmë atë. Edhe i thopë vetë në shpion, edhe një ditë i thopë gruas që kështu do ikim në Zvicër. I thashë aty do më paguajnë. Gruaja u knaqë, se vetë i buri në emigracion. Ishte dakord. Dhe pastaj kur u kthyen këta për herë të parë nga Rambujeja, në fillim të marsit, ditën e 7 marsit, unë mbrita bashkë me Hashimin marshim. Nga Qafethanës deri në Kosovë. Zbritëm në Qafethanës, zbritëm në një fshat të Strugës, nga Struga na morën me makinë edhe na çuan deri në Tetov. Një major i policisë
Makedonia, po shqiptar, me Hashimi dhe me Kadri Veselin isha. Pastaj natë tova në këmbë deri në Sabri dhe Andrenicë. Dhe ishte 3 ditë rrugë pastaj në këmbë. Dhe atje më caktuan ndihmësi shefi të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kush ishte shtabi? Bislim Zyrapi, kolonel, i cili kishte luftuar në Bosnjë deri në komandant divizioni. Ai e shpëtoi nga rrethimi që donin ta kapnin dhe atë presidentin e Bosnjës, është në aeroport ky shpëtoi. Izetbegovićin edhe ai e bëri e mbaroi komandant divizioni dhe i dha gradën kolonel, nga kapiten i dha gradën kolonel. Që nga Suhareka, nga në fshatin studentçar në Suharekës, një djalë Flori. Dhe kur mua më hipën, isha bashkë me 6 oficerë të tjerë kosovar, që kishin mbaruar akademit në Jugosllavi, kishin shërbyer në ushtrinë jugoslave, tani ishin emigrantë dhe erdhën luftonin. Dhe shkuam bashkë dhe me ta. Kur mbritëm në Bukosh, në fshatin Bukosh, mua më veçuan me njarë. Më thanë ti, do të vesh në një drejtim tjetër, nuk do vesh ku do ven këta. Edhe unë u bida, edhe më morën, erdhën dhe më morën dhe më hypën më çuan në një shtëpi 2 kaçe në Kaçanik, në një fshat Kaçanikës, të Kaçanikut. Dhe atje kisha dhe një djalë që më shoqëronte nga këta, që më na pritin në Kaçanik. Dhe rria me të dhe vjen ai pronari i shtëpisë më thotë mua ik shpejt, tha se të pret xhipi, do të marrë xhipi në hyrje të oborit, dhe kemë rrethuar me murna. Vajta unë atje, po si duket çfarë bën? Kishikur xhipi. Kthehem prapë edhe ky djali që ridet e lash në dhomë, dëgjova që fliste në telefonin e para shikoja shifja që kishte telefon dore. Dhe fliste dhe në moment thotë që ka marrë me Hashimi në Kaçanik. Me kë fleti dhe? Me i shok të në Zvicër, një të marrë telefonin e atheva me qizme. Qa bënë të? Edhe dhe i dorën pistolet. Edhe unë dorën pistolet. I thash, kujt të spionon të? Se ishte Hashimi këtu. Edhe u morë dhe vesh. Më morën vesh, kur më thonë ka ardhë makina do të marri. Vajta unë hypa në makinë, bashkë me shoqirusin, njështë djalë nga Tetova. Hypa në makinë, në gjip, do ikë për natën, rrugë pa rrugë. Dhe në një moment kur unë nisëm, a i hypi për para shoqirusin, unë braba, makina e se. Në një moment e vuri re ky shoqirusi që nuk ishë bërë gjumë, që ushtari u qëkës, e tha, ke fletën që kam 2 dytë e 2 net, tha pa gjumë. Ma e mua timonin. E tha, nuk ta jep se ti se di rrugën, i tha se do e kim rrugë pa rrugë, ndryshe na dalin së për para. Edhe i kam rrugë pa rrugë, na dolim në gjade. Ku vam në gjade, i dha shpejt siki, si duke dhe zuri gjumi, edhe bjem në liqen. Pas ka filluar me këmbë mbarë. Bjem në liqen, edhe makina ra anash. Gjysmë makinës nga ana e shoferit ishte në ujë. Unë dhe kisha shoqirusi ishim kthea. Unë si që kisha automatikun, se i morë marmë që këtu në Shqipëri. E theva xhamin, edhe dola, edhe ky doli. Në këtë moment, që dolëm të dy, hapet bagazhi i makinës dhe del një njeri. Dhe ku me vrap. Ky shoku im e kishte hedhur makinën e të armën e vetë poshtë se donte të nxjerrte shoferin apo nxjerrte fluska. Dhe spionim tha mua dhe më mori mua automatikun edhe u qep në mbrapa atje. Dhe unë tani vajta të nxjerrja shoferin. Dhe nuk isha fuqi vetëm se nxjerra kokën mbi ujë, e kishte timonin çket. Ja nxjerra kokën merr të frim. Dhe si jep e merr kur në moment del edhe një tjetër nga bagazhi i makinës. Po ti dhe shun? Tha, më ka arrestuar u qëkëja. Po pse? Për spion. Dhe ja kishin lidhë duart me litar. Dhe unë, mirë po unë,
isha aq i tronditur, sa edhe pse kisha thik brezi, harova që kisha thikën dhe nxora prep se në thojnë dhe me atë thikën t'i prisja litarë dhe i thash, do të hequn litarët, do të gjitha, po do më ndihmosh të nxjerrim shoferin. Po bëre gjë i thash, po deri që t'iksh do të vas dhe futa dorën në xhaket. Kur shkojmë kishën pistoleta. Dhe nuk po nxirja dorën, me shpërtati që e kam, po si ta kuajim kishën pistoleta. Jo thaj, e mora, ja preva ata litarët, va me nxorëm shoferin, mirë po kish piruj. E nxorëm vëmë në Bregore atje në Antë, edhe ishte mesnat. Dhe unë po e shtypja, po i nxilja ujit. Kur shikojmë vinte një makinë, kalonte makina tutje tu me shpejtësi. Por sa kalonte makina, unë mirja dhe shoferin, dhe këtë spioni që thoshim, edhe ulesha i më të shifte, se nuk e desh makinë. Kur në një moment makinë, si duke s'mbante mend ku kishim rënë ai, se si kishikur se kapën atë spionin. Nuk e kapën. Ja, ai ishte histori vetëm pas lufte, punë. Edhe ndaloi ai. Është dëshmitar në Hag tash spioni? Patjetër. Edhe unë i kisha nxjerr tani të gjitha armët që kishim i kisha nxjerr në makinë. Dhe në momentin që ndaloi makina dhe u hapën dyert dhe doli njerëz, unë e mbusha një automatik. Mos sa e mund thaj, në rregull. Erdhën, e morën, na çuan tek një komand brigade të UÇK-s. Dhan atje, kur shikoj unë atje, erdhi një traktor, janë ato traktorët e ulit të vegjël, kishin ja 3 të arrestuar kokë duar e këmbë. Edhe i shtynin këta me këmbë për të zbrit na. I thashun, që keni këta? Spion, thënë. Po pse keni marrë? Po shkatojmë. Keni vete jo, po shkatoj njeri u pa gjyqë. Prengaja ti bre, se nga Shqipënia. O, Shqipëni, janë spion këta. Njeri më të plak. I thashun, edhe ki spion, edhe ti spion, hiqaj. Sa të kanë paguar u të bëja? 2.000 marka në muaj. Sa vjetë ke? 10 vjetë. 10 vjetë spion. 2.000 marka në muaj. E pëse zvret vetën i thashun. E kësha i dhe shpësoletën na bra vetën. U li kokën e ri, të liste fare. Mua më kishë ke plasë qarë veshi, së njerë kishë mbush me gjak. Me thonë këta, ajtë të mjekojmë qikë. Vajta, po ma mjekonda i doktori, edhe po filloj të ma qepte. Shkoj se do të dhëmë një qikë, më tha mua. Se edhe ti e trupë vogël, tha, edhe ju dhëmë shumë. I thash unë, vetëm derrat, i thash. Po bëhet kështu që thua ti, dhe që vazhdo bënit. Nga jeti, tha, e ja këtë rotëllë, i thash. Jo s'jen, e këno se fletë këtë tjerë dhe dialekt, jo me këtë erot. E mirë, më hipin makinë dhe më quan për të më quan në shtabë përgjithshëm. Dhe më quan në një kompani autonome të shtabit përgjithshëm që mbronte shtabin në distancë të largët. Dhe tashti ishte shofer tjetër dhe shoqërus tjetër. Por vante ja kompania ajo që në ca depo kooperative. Mirë po binte shi dhe kishë para se të vinë, po, me quan në komandën e zonës operative të Kashanikut. Imri Iljazi ishte komandant zone. Atje, kur vajta unë, si që isha shtu i lagur, i mjekuar, po i lagur, vajta atje, gjeta këta oficerët e tjerë që ishim njësë bashkë ka Tirana. I gjeta atje. Tani mua më hapën vënd që të thasha se isha uj, komplet. Edhe erdi i Miriu, komandanti zonës, edhe i pa të gjithë me uniformë unë qëkoj e gjithë. Filloj të pjështë, nga jeti, mua më këshin thënë, Hashimi me Kadri Veselin më këshin thënë. Kur të pjësin nga je, thuaj, jam nga Struga. Nga? Nga Struga. Aha. Sepse Strugarët flasin toskrisht dhe mos të komprometoja shtetin shqiptar. Edhe mirë. Mirë, po nuk e djau që pas kishe që këta kishin hapur fjallin që vjen një kolonial nga Shqipëria. Dhe unë isha të shti i gjveshur, heqë dhe gjaketën, sepse isha lagur. Dhe po të oficeri më tha mua, i shkurtër dhe zbjerë syë, se ata janë trupiuaj. Po oficeri, thash, nga jeti, tha. O isha i fundit të pjëtësh, tha, unë i thash, jam nga Struga. Në momentin që më thash, jam nga Struga,
ato vajzat që rrinin a shërbenin, të roqen njëmën, që ne kanë gënjërë, tha njëra. Pa letha tjetra, në thanë dhe koroneri dhe nga Shqipëria. Unë u preka shumë. Edhe të Shqipëria. Dhe, jo mërë, jo thash, unë bëj nga Tirana. Dhe jo drejtan. Së me ka puthur mama, se që më puthur ato. Ushtarët, vinin e prekli me dorë. Okej. Ata Shqipërinë e kishin perëndi. Dhe ikë pëse më hoqin veç me këta, do venim të kompaninë autonome, sepse unë nuk e dija i do më qonin në shtab të brijës. Vapë të kompania autonome. Mirë po kishë dalë për roj, makina s'futej, këtu kishim një benzi s'futej do të. Shokirusi dhe ky shoferi u gjveshen. Mua ma kishë nda të gjvishës ati dhe pash një vaun që kështë gurë, edhe hengra me si që do hedhë gurë me gurë do kale ma dalë. Andim ata në prisë komandanti komanist, komandant Guri, Jetullah Qari, kështë emri, Guri i flistin, me 2 ushtarë. Dhe unë hodha në i gurë, hodha në gurin tjetër, këm brita afer mes të vahut, e pas që nuk hidhe shate guri tjetër me pajimet. Hoqja qamten, se kisha fisheke, granata, ushime, robat e mija kisha në qamt. E nëzore qamten edhe i fola, a e pret dot. Mira, e dalon nga dialekti që unë si shë nga Kosovë. Hudë, ja hodha qamten. Po automatik unë e pret dot i thashun, e presta, hudhe. Sepse ka një teknik për të hedhe armi, që ta kapish vertikalisht, e ta kapish në ajo. Ne praktikonim shumë në ushtëri. Edhe hodha kapi, e pas që ushtaraki, praf kapi në ajo. Dhe unë tak u hodha, kur hodha vajta t'i pjadorën, a i nëzirë pistoletë. E mbush i pistoletë dhe filloj t'jallot. Ka Shqipëria në luftë, fituam luftë. Dhe ushtarë në mbush automatik. Kompania që gjumë ishte mesnat, do një gjithë kompania, shikë alarmë, më këtë në përjo, se erdi Shqipëria në luft. Më mori ki, edhe unë nisëm për në Malë Berishës, kur në mes të rrugës në del një gjip, ndalon, thotë, kush është Shpëtim Golemi, se më kishin thënë, bëjem emri nda është Shpëtim Golemi, pseudonim. Unë jam shef i shtabit të ushtrisë shqiptarë Kosovës. Do jesh zëvëndësi. Edhe me mori ai, hipa në gjipin e tia. Edhe shkuam në shtabët e përgjithshëm. Kështu mbrita në shtabët e përgjithshëm. Mbrita në shtabët e përgjithshëm dhe fillimisht u angazhova për të njëjtur ushtrinë. Për të njëjtur sa zona janë, ku janë, bilen me hartë mi treguan ku kufizohet zona me zonë 7 zona operative. Dhe bëm disa rekonjësione në bashkë me shefin e shtetë që dhe një fjallë dhe ushtrin, po edhe ku bin një qytetet e Kosovës. Në datën 20 mars filloi operacioni Potkoj. Dhe unë kam ajtë në 7, të ashtë në datën 20 mars. Dhe me thot mua Bislimi, Shpëtim ishte ora 5:30 mëngjesit. Shpëtim tha, se kemi mbledhje urgjente të shtabit përgjithshëm. Edhe mbledhëm. Na raporton Kadri Veseli, shefi informativ i informacionit sekret të UÇK-s. Ai kryen detyrën e shefit zbulimit për të raportuar. Dhe raportoi që ushtria sërbe ka kaluar mësimet përgjithshëm me emërtimin operacionin Potkoj. Janë 144.000 forë. Të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar, 2.000 vëzhgues ndërkombëtar janë përzënë nga Kosova. Tashi, si ta përballojmë situatën? Për të një masakër, nga gjitha dënat. Po. Dhe ishim të gjithë ne antarët e shtabit përgjithshëm. Nuk ka pas antari drejtues politike në shtab ka qenë prezent vazhdimisht Kadri Veseli, se ishte dhe shefi zbulimit edhe antari drejtues politike. Kurse antarët e tjerë drejtues politike ishin ose jashtë
ose në Shqipëri, ose në Evropë, ose ishin në Rabuje, ngeli si shikëtyr akoma nga Rabujeja. Dhe raportin e bëri Kadri Veseli, që janë kaq forca, kanë sulmuar këtu, kanë gjitha me radhë. Pastaj, flet në ana e trajton qëllimin dhe strategjinë e kësaj ushtrie që ka kaluar mësimi Kadri Veseli, ky Bislimi Zirapi, dhe pastaj fillon diskutimet. Dojo ju tash të gjithë anëtarët të shtabit, kishte edhe një shokun tim, kishim qenë bashkë në akademi, ai kishte qenë komandant i divizionit Gjenjos, Bardhil Tahiri, në koronel dhe ai, dhe të gjithë këta Gjenjo kishte qenë, të gjithë këta flisin dhe një ditë kalojmë në mbrojtje, dhe thomë të drejtën, basi ja thomë herë të parë. Ato orë që unë s'po flisja, mendoja si të largohem, po të mos me quajnë dezertor. Sepse thash, këta janë gjitha brigadat motorizuara, të blinduara. Ne do të presin në mbrojtje me automatik. Sa këta kishin një vit i luftonin në këtë tillë luftë banin. Mbrojtje, kur i sulmonin 300 malive. Luftë partizane, tipika, luftë guerrilja. Jo, ata kishin bërë luftë frontale, s'kishin bërë luftë partizane. Jo me sulme, me mbrojtje, vetëm me mbrojtje. Dhe në një moment më ndërin Kadri Veseli mua. Po ti shpëtim se s'vet. Këta kishin folë nga 2 herë. Më shumë. E thash, nuk flas se nuk jam dakord me ju. Si dakord? Nuk jam dakord me ju. Si do të shirojmë Kosovën duke luftuar në mbrojtje? A dhe nuk shiroj duke qenë në mbrojtje. Duke pritur ushtari, luft kundërshtarin, shiroj duke sulmuar kundërshtarin. Po shpëgo zënë të kalim luftë partizane. Çdo thot luftë partizane. Po shpëgo. Filluan debatet prapë. Edhe unë përgjigjesha. Ndërin të juve, përgjigjesha. Më në fund, një antar i shtabit Berisëm, ishte shefi financës i shtabit Berisëm, një Adem Grabovsi, nga Peja. Të gjithë antarët e shtabit Berisëm, ishim 13 antarë shtabit Berisëm. Duke përfshirë shefin e shtabit dhe gjithë të tjerët ishim antarë të armëve dhe të shërbimeve. Nga 13 ishim oficer amador, kolonel e lartë, ashtu major e lartë. Shqiptar të Kosovës? Shqiptar vetëm 2 veta ishim, unë dhe Bardhil Tahiri. Të tjerët ishim nga Shqipëria, të tjerët ishim kosovar. Kishim mbaruar gjithë universitetin. Të gjithë ishin intelektualet, se shtonë. Në qartë, ishin profesionistë. Dhe kishin një vit në luftë. Dhe më kishin 2 vjet në luftë, dhe më kishin fituar përvojën në luftë, se akademia me mirë është lufta. Tamam. Dhe Ademi u thot, qafi zgjasnim shumë. Leta bëni, i thoni këti të Shqipënis, të bëj urdhrin e të kalojmë në luftë partizane. Se u vajteja 2 orë debat, dhe më në fund, pati shumë debat edhe u bindën që do, vetëm me luftë partizane mund të përballojmë, sepse u i binda që mbrojtja me mirë është sulmi. Dhe si të sulmojmë, vetëm dhe kështu do fuqizohet edhe UÇK-ja se do ketë luftë në gjithë Kosovën. Do ketë patur luftë në gjithë Kosovën, do furnizojmë me ushtarë. Se do të digjet shtëpia tjetër dhe do vi djali të marr hakën. Kishit eksperiencë që u lebëri të shukur djeg një shtëpinë që del malit, ë? Po lufta shqiptare kështu fillon. Ashtu është. Kështu fillon. Edhe përgatitëm urdhin, urdhë u qet teksti shumë i shkurtër. Të vazhdoi luftimi në mbrojtje deri në fillimin e errësimit. Gjatë kësaj kohe të rriqet popullsia në rajonet që juve i keni të arsyeshme se mbrohet. Me të filluar errësira, të filloj shkëputja graduale me armikun. Fillimisht me skuadra, me toga, me kompani. Pasi të shkëputen të kalojnë shtëpinë e armikut. Atje të sulmojnë maksimumi me grupe dhe me toga. Jo më tepër. Kaq, se ne na kishte ndihmuar shumë ushtria, se të thua s'ka ushtri, s'kishte ushtri, kur vetë Gjermania na kishte 120 telefona satelitor, fakse dhe radio dore. Dhe po të ishim ushtri, rokopuj, me kriminelve të rejpin. Dhe dërgua me faks, këtë të gjitha zonat operative kishin edhe telefon satelitor edhe faks. Edhe u anisëm në faks këtë, të gjithë këthem përgjigje e morëm, dhe këthem përgjigje do fillojmë në zbatimi urdhët luftarak. Më thot mua Bislimi,
Dhe vam të hani mëngjes, s'kishim nga akoma mëngjes. Ham në mëngjes, vam të hanim, se në atë dhomë që bëjmë mbledhje aty hanim, se qenë tavolinë e gjatë. Ajo që edhe mbledhjeve dhe menzat gjitha. Në një shtëpi një kasë që me 2 dhoma në kuzhinë. Më thot mua, më nxjerr jashtë, më thot, o shpëtim. Mirë the ti, edhe vendosëm, edhe mirë bëm që kaluan luftë Partizani. Po Serbi po mori Kosovën qendrore. Mbaroi Kosova. Kush është Kosova qendrore? E më tha, më kjo Ukrainë. A ishte vetë nga Kosova qendrore. Po i tha, ç'mendim ke? Do kalojmë në mbrojtje. Se do organizojmë mbrojtjen e Kosovës qendrore. Me çfarë? Me forca zonës 2, se zona 2 operative ka këtë dha. Po i thash, po mirë, si do na e bindesh në ti? Do të bindë, është domosdoshmëri. Që është domosdoshmëri e mora vesh. Se pozicionin, më binde i thash që Kosova qendrore, pozicionin saj ishte tepër strategjik. Dhe që nga kështjell. Dhe po mor kjo kështjell, u binde edhe që merret Kosova. Mirë, thash, po, do të bëj pyetje, se duke folur ti, thash, do me lindin pyetje. Do të bëj pyetje, kështu që mos ma merr për keq. Jo, thot që, pse të mora me vete, tha, e po mirë dakord. Vam atje, u mblodhen, filluan pyetjet. Po filluan nga mua. Po kjo. Gjithë shabi atje mbledhi.